Me rastin e ditës botërore të librit, Qyteza e Fëmijëve në Korçë mirëpriti një të ftuar të veçantë, shkrimtarin dhe përkthyesin Arjan Kallço, në një aktivitet të dedikuar për promovimin e leximit tek fëmijët. Në këtë ditë simbolike për librin dhe dashamirësit e tij, vogëlushët patën mundësinë të takojnë nga afër autorin, i cili ndau me ta eksperiencën e tij si shkrimtar dhe rëndësinë që ka leximi që në moshë të vogël. Veprimtaria është e rëndësishme për të bërë të qartë fëmijëve, jo vetëm faktin që libri është shmiku më i mirë, pra kjo është një nga thënjet më të mençura që populli ka nxjerrë, por për të thënë që leximi është kulturë, leximi është dije, leximi është njohuri, leximi është edukancë, leximi është gjithçka. Nga ana tjetër, Eleni Çule, asistente programi pranë Qytezës së Fëmijëve, theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla. Qyteza zgjodhi që të jap një mesazh për fëmijët, të nxitim dëshirën e tyre për të lexuar, sepse sot e shohim që çdo ditë edhe më pak fëmijë kanë interes për librin. Nëpërmjet këtij aktiviteti u përpoqëm që të ndërgjegjësojmë fëmijët për rëndësinë e librit edhe të nxitin ata të lexojnë sa më shumë. Në përfundim të aktivitetit, çdo fëmijë mori një libër dhuratë, një kujtim simbolik i kësaj dite të veçantë dhe një nxitje për të vijuar udhëtimin e leximit.